Vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Erion Veliajt si kryebashkiak i Tiranës ka shkaktuar reagimet menjëhershme në skenën politike. Kryedemokrati Sali Berisha u informua për vendimin nga gazetarët dhe nuk u habet nga lajmi. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama se po ushtron presion mbi avokatët e Veliajt, duke u kërkuar atyre të mos apelojnë në gjykatën kushtetuese. Në një deklaratë për mediat, Berisha u shpreh se procesi për shkarkimin e Veliajt është i palishëm dhe përfshin manovra të dyshimta. Erion Veliajt po i kërkohet në mënyrë ultimative, të mos shkojnë gjykatë kushtetuese, në mënyrë që të dalë nga burgu, të ndiqet i lirë dhe të ketë lehtësira. Ky është misioni i gjushit. Çfarë ka ndërmend të thotë Edi Rama sot shqiptarëve? Nuk e shkarkova unë, thot. Noterizova, thot, vendimin po kur. Fuqia ekzekutive nuk është noterizuese. Ai akuzoi gjithashtu kryeministrin për përfshirje të mundshme në takime të dyshimta ndërkombëtare. Takimi Arubas sipas interceptimeve, tani nuk kemi më hamendje, sipas interceptimeve të antimafjes italiane, të publikuara në një libër që ka dalë këto ditë, është zhvilluar me datën 19 janar të vitit 2019. Kryeministri dhe qeveria akuzohen kanë udhëtuar 13.000 kilometra në Aruba, për te deri Venezuelës, për të takuar me thuhet, me klanet më të rrezikshme të drogës të Shqipërisë, Europës dhe botës. Të kesh në kryet ekzekutivit një kriminal si ky, që bën marrëveshje me organizata terroriste, dëshmon se ky është një sklav i tyre. Ky është njeri i rrezikshëm. Çdo minutë, çdo orë, çdo ditë që qëndron në pushtet jo vetëm për Shqipërinë, por për rajonin, për Europën dhe botën. Ndërkohë, në prag të zgjedhjeve të pjesshme lokale në Tiranë, Berisha theksoi se nuk është optimist për rezultatin e Partisë Demokratike, ndërsa theksoi se nuk ka plane për bojkotin. Ai paralajmëroi nisjen e negociatave me aleatët për të diskutuar strategjinë për sfidën e kandidatit Partisë Socialiste, Ogerta Manastrirliu. Pa diskutim do ketë marrëveshje me aleatët. Do takojmë me gjithë spektrin, me aleatët që jemi koalicion dhe me spektrin opozitar. Me pyetën mua dhe unë thash që ne nuk bojkotojmë se ka dy filozofi, por thash dhe them që farsat janë farsa, nuk janë zgjedhje.